Si therët kurbani? Baktia imët kthehet në krahun e majt, me kokën nga kiblja, në krahun e majt, dhe kasapi ose besimtari që do ta therë, do ta mbaj kokën e kafshës me dorën e majt, do ta therë me dorën e djathtë në fyt, do t'ja vendos këmbën tek qafa dhe do ta therë në fyt. Para se ta therë, duhet të ketë kujdes që thika të jetë e brehet. Thikën me cilën haxharin ose thikën me cilën të presësh kurbanin, duhet ta kesh mbrehur përpara dhe jo ta mbrehesh në sytë e kafshës. Profeti sallallahu alaihi wasallam e pa një burr duke e mbrehur thikën në sytë e kafshës dhe tha: "Pse nuk e mbrehe thikën më përpara? A dëshiron që kjo ta vuaj therrjen pra disa herë, e turidu e tubitaha mautat?" Profeti ka urdhëruar që të mbrehet thika. Dhe gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar që me e therë shpejt kafshën, që të mos mundohet kafsha. Dhe do t'i pritet në fyt, do t'i pritet 4 gjëra në fyt. 2 damarët, që 2 damarët kryesor, që në cilëve qarkullon gjaku nga zemra, nga trupi për në kokë, i pritet këta 2 damarë në fyt, ka përcjellë dhe gurbazi. Por nëse i pritet njëri nga 2 damarët, është e mjaftueshme. E pret derisa arrin ke palca. Kur arrin ke palca, në qafë nuk i pret më. Sepse nëse e le deri këtu, kafsha pastrohet më mirë. Gjithsesi, edhe nëse dikush e pret palcën, nuk prish punë. Por para therjes së kafshës duhet me thënë bismillah. Kjo është detyrë. Bismillah. Pëlqehet që pasi thua bismillah, të thuash wallahu akbar, të thuash dhe fjalët Allahumma minka wa lak, Allahumma taqabbal minni wa min ahli bayti aw hadha anni wa ahli bayti. Pra thua bismillah wallahu akbar, Allahumma minka wa lak, Allahumma taqabbal minni wa min ahli bayti. Me emrin e Allahut, Allahu është më i madhi. O Allah, ky kurban është prej teje dhe po e therr vetëm për ty. O Allah, pranoj këtë kurban prej meje dhe prej familjes time, ose po e pres të kurban për ty dhe po e pres të kurban për vete dhe për familjen time.